Mirëserdhje të Task Force nderuar teleshikues. Nesër dhe pas nesër nisin zyrtarisht fushatat elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Deri më sot është krijuar një ide për ato që do të jenë sloganet, strategjitë kryesore, pavarësisht se me nisin zyrtarët fushatës, do të kuptohet se cilat do të jenë linjat më të forta në të cilat do të qëndrojnë. Nga njëra anë Edi Rama, i cili ka njësuar gjithçka për gjatë kësaj fushate me emrin e tij, me 12 vitet e pushtetit, por edhe me pasaportën europiane, dhe nga ana tjetër lideri i opozitës Sali Berisha, i cili vjen në fakt në këtë vigjilje fushate pas takimesh të rëndësishme, sidomos pas atyre dëgjesave në Strasburg dhe Bruksel, dy qendra të rëndësishme të vendimarrjes europiane, ku për herë të parë u shpalos, siç u pranua edhe nga eurodeputetët, një Shqipëri e narkotrafikut, e cila më herët nuk ishte mbritur dot e tillë për shkak të censurimit të informacionit, apo edhe mos krijimit të një ideje të qartë për mënyrën se si funksionon vendi i vogël i Ballkanit, i cili ndodhet në bazë të premtimeve shumë afër integrimit, sipas kryeministrit Edi Rama. Sot në fakt ka ndodhur disa ngjarje, janë publikuar disa informacione, si gjithmonë duke qenë se censura vepron fort brenda Shqipërisë dhe shkalla e besimit përkundrejt asaj që publikohet në mediat shqiptare është më e ulët edhe prej forcës propagandës, është shtypi ndërkombëtar, i cili edhe një herë ka folur qartë, duke lënë të kuptohet se si mund të bëhet vlerësimi atyre që janë premtimet e ardhshme të fushatës. Do flasim për to gjerësisht. Sot fillimisht dua të prezantoj të ftuarit Nikola Kedi nga Departamenti Brain Gain i Partisë Demokratike. Nikola, është kënaqësi që të kam në studio, si çdo të njëjtë. Klodian Tomori nga Kapitali Pikal, kënaqësi Klod që je me mua. Bledian Koka gjithashtu nga Syri Televizion, kolegu im i nderuar, dhe nga Parisi Genc Burimi i Radio Francës. Mirëserdhje Genc. Zgjeta, nga Italia. Ndodheni në Itali. Shumë bukur. Atëherë kemi një këndvështrim më të gjerë ndërkombëtar. Si? Pas ka filluar te Radio Italia. Ke filluar te Radio Italia më gjithë. Nuk maninë e emigrantëve këtej në gjatë. Mos na vjen maninë e emigrantëve të Bledi. Po, eksakt. Për reportazh. Mirë, me reportazh. Okej, mirë, e nisim kështu, sy në sy, kështu nis dita në Shqipëri. Sot Edi Rama ka hequr dorë nga pasaporta europiane dhe me sa duket ka një devizë, një mantra të re elektorale. Dhe ajo është e ndjekim, njëshin. Ore, mos votoni kur, mos votoni e mos votofshi për mua dhe për Partinë Socialiste. Doni më mirë, doni më shumë, normal fare. Rri më në shtëpi fare, rri në shtëpi, dakor, rri në shtëpi, mos dilni fare, hiç. Po të dalësh, e të shkosh, të hedhësh votën në kënet. Ua. Klodi, se është e rrallë të shohësh kryeministin e një vendi të bërë thirrje mos votoni, e të bëjë thirrje kaq të hapur për bojkot. Megjithatë, nga pasaporta europiane tek mos dilni të votoni është një kapërcim më i madh se kanali që përmend Edi Rama. Po sigurisht ajo pasaportës ishte një mashtrim i madh që i udh popullit apo elektoratit në pamundësi për shpalljen e një programi apo vizioni. Pra, kryeministri nuk kishte çati tregonte me shqiptarëve. Nuk mund të thoshte do të me mbas 3 mandatesh qeverisje që unë tani do ju sjell ujin 24 orë, se këto i ka thënë në 3 mandatet e para. Nuk mund të thoshte do të që unë do ju përmirësoj jetën, do ju rris rrogat, do ju rris pensionet, sepse duhet i kishte thënë kohë më parë, dhe shpiku historinë e pasaportës europiane. A thua se integrimi europian ishte i lidhur apo dhe varej vetëm nga Edi Rama. Mbasi mori goditje ndje nga deklaratat e Maria Callas që integrimi nuk varet dhe nuk është i lidhur me faktin se kush është forca politike në qeveri apo kush është kryeministër. Sot është detyruar të ndryshoj taktikën e vet, por në një taktik që nuk i shkon një kryeministri të dali dhe t'i bëj thirrje qytetarëve të vet mos dilni dhe mos votoni. Pra, është e qartë, Edi Rama nuk ka ça u ofron qytetarëve, nuk mund të thoj që unë në kryet gjatë këtij mandati do ta çoj Shqipërinë ekonomikisht në këtë nivel, do bëj këto reforma, nuk ka program fare. Dhe të gjithë Edi Rama është nga ata që mos votoni atë tjetrin. Dhe shisa sa në absurd që bie, dakor, thot mos më votoni mua se ndoshta doni më shumë. Ju doni më shumë, pra keni pretendime për më shumë. Por rini shtëpi, po si arrihet më shumë, rini shtëpi që të rriun prapë tu. Jo, ka dhe një veçori tjetër. Edi Rama
jo vetëm në fushat elektorale, para fushatave elektorale, jo vetëm që kishte të garantuar fitoren dhe nuk pyes se kush ditet votonte, po dilte edhe me një copë letër, me shkrim dore bënte kalkulimet sa mandate do kem këtu, sa mandate atje. Pra, fakti që ai sot kryeministri deri thotë mos votoni, i jep një sinjal edhe elektoratit, ndoshta edhe gri, që pritse un pas kam frikë nga votat. Po sigurisht që Edi Rama të bjerë në këtë lloj Ne kemi parë transformimin publik të kryeministrit, veçanërisht gjatë 3-4 muajve të fundit, është një transformim i cili përkon edhe me çlirimin e opozitës, nëse do ta themi kështu, nga vargojnët e asaj që ishte gatuar ndërkombëtarisht në një mënyrë apo një tjetër. Pra, tashmë askush nuk mund të pretendojë me as vetë Edi Rama që opozita nuk ka me akses në kancelarit perëndimore, por gjithmonë më shumë Partia Demokratike po thirrë dhe po merr pjesë në tryezat më të rëndësishme. Kemi pasur një serë rezolutash nga forcat e djathta në mbështetje të opozitës shqiptare, pra e gjitha kjo duke se përkon edhe me një rënje të Edi Ramës, çka konfirmohet edhe nga ato vetë sondazhe që përgjithsisht bëhen nga grupe afër qeverisë, por madje edhe nga sondazhet e vetë Partisë Socialiste, dhe me sa duket kryeministrit kanë filluar të mos i dalin llogarit dhe është hedhur në sulm në këtë mënyrë. Pra do të dekurajoj qoftë elektoratin gri, qoftë edhe ata potencial të së djathtës, duke i thënë që mos dilni se shikoni, mos e votoni këta, se këta nuk e meritojnë të kemë mbështetjen tuaj e kështu me radhë. Përse takon kësaj çështjes integrimit, Bild sot kanë nxjerrë një artikull, në fakt artikulli ishte i lidhur me një nga elementët e marrëveshjes mes CDU-CSU dhe SPD-s gjermane, që ka të bëjë pikërisht me çështjen e integrimit. Kur zoti Rama bënte premtime për pasaportën europiane dhe opozita e kundërshtonte duke u shprehur se është një gjë që nuk varej prej tij, vjonte të këmbguli edhe në prezencën e kryediplomates europiane Kalas. Nuk e dim se a do të rezistojmë më pasi dëgjoj edhe këtë. Shohim pak pesën.